Një udhëtim që normalisht do të zgjaste disa orë ju shndërrua në një sfidë 10 orësh e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të mbërritur në Moskë. Avioni me të cilin ai udhëtonte u detyrua të ndalonte në Baku, Azerbajxhan, për shkak të mbylljes së përkohshme të aeroporteve ruse, pas një valje të re sulmesh me dron ukrainas në kryeqytetin rus. Vučić u detyrua të qëndrojë për rreth 2 orë në aeroportin e Bakus, para se të rifillonte fluturimin drejt Moskës, ku mbërriti të mërkurën në mbrëmje. Ai ndau një foto në Instagram me mbishkrimin "Pas shumë vitesh përsëri në Moskë", në një kohë kur pjesëmarrja e tij në festimet ruse për 9 majin konsiderohet një mesazh politik sfidues ndaj Bashkimit Evropian. Televizioni shtetëror rus transmetoi pamje të presidentit serb që zbriste në Moskë, ndërsa Kremlini njoftoi se Vučić do të zhvillojë një takim të veçantë me presidentin Vladimir Putin pas përfundimit të paradës së ditës së fitores. Pjesëmarrja e Vučićit në këtë aktivitet vjen në një moment të tensionuar për marrëdhënie ndërkombëtare, veçanërisht për një vend kandidat si Serbia që kërkon antarësimin në Bashkimin Evropian që, prej vitit 2012. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamert kujtoi javën e kaluar se marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të jenë si zakonisht, duke paralajmëruar indirekt vende si Serbia për pasojat e pozicioneve të paqarta. Megjithatë, Brukseli nuk ka dhënë ndonjë qëndrim konkret për veprimin e fundit të presidentit serb, duke lënë hapësirë për manovrim diplomatik për Beogradin. Alianca historike midis Serbisë dhe Rusisë e përforcuar që nga bombardimet e NATO-s në Kosovë në vitin 1999 dhe nderimi që Putini i bëri Vučićit në vitin 2019 e bëjnë të qartë qëndrimin e Beogradit në balancën mes lindjes dhe perëndimit.